Ka nisur sot procesi I plotësimit të formularit A1 për maturën shtetërore 2026, përmes të cilit maturantët e këtij viti përcaktojnë lëndët me zgjedhje për provimet përfundimtare. Për qarkun e Korçës, Ministria e Arsimit ka përcaktuar datat 5, 6 dhe 9 shkurt, gjatë të cilave nxënësit do të kenë asistencën e plotë të shkollave, zyrave arsimore dhe drejtorisë rajonale arsimore. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro u ka bërë thirrje maturantëve që të marrin këtë vendim me kujdes, duke theksuar se zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin e tyre akademik. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me I lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesit tuaj, këshilloni dhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyre studimet e mëtejshme. Ndërkohë, për maturantët e viteve të mëparshme, aplikimi me formularin A1Z do të zhvillohet në datat 10 dhe 11 shkurt. Institucionet arsimore u bëjnë thirrje të gjithë aplikuesve të respektojnë afatet dhe të përfitojnë nga asistenca e ofruar gjatë këtij procesi.